Pjesa e tretë dhe përfundimtarja për sot dhe koha do të mbarojnë për mbrana 5-6 minutash, është se ne, populli shqiptar, du të lypim. Kronika jonë do t'jetë lypsja me modhe, kërkusja me modhe, të fuqitë e mëdha, të Europa, të Amerika, të çdo njeri, të çdo shqiptar do të kërkojnë bashkimin kombëtar. Gjithku do të kërkojnë bashkimin. Bashkimi kombëtar, sikur është çdo popull i botës i bashkuar, do të bashkohemi edhe ne. Pikë, kjo ka përfunduar. Kisha për t'ju lutur, çdo prindi shqiptar, çdo bashkëdhetari tonë, çdo njeriu dashur, çdo njeriu të respektuar, çdo shqiptari që është i respektuar gjithmonë e jetë, çdo shqiptar është i respektuar, do t'i lutusha të edukojmë brezin e ri, të edukojmë fëmijët tanë, mos të edukojmë me gjakderdhje mes njëri tjetrit e me vrasje, me sharje, me ashtu, të edukojmë, mos ja mushim shtëpinë me lojna, me automatike, me mitraloza, me ashtu, po t'ja mushim shtëpinë me libra të bukura për thjellimin e trurit tyre, për bashkimin kombëtar, për kërkesat tona, që t'jemi gjithmonë të gjithë shqiptar, ta lypim drejtën tonë, dhe të bëjmë bashkimin tonë si çdo popull tjetër. Pra, ju lutem brezit të ri, të lexojnë, të shohin, të pyesin, të njihin baballarët e tyre, historitë të Shqipërisë. Çdo baballar ka historinë e vet, tregon rrethimet e tij që gjyshi i ka treguar. Pra, sepse moshat prej 1 deri në 30 vjeçare nuk e kanë parë atë historinë e komunizmit, atë historinë e Jugosllavisë, ku s'kanë pas ndërmarrje tjera, nuk kanë pas punë tjera njerëzit, veç aty. Ku çdo kush u mundu me hyk mu bo komunist për me mbrojt vetveten, për me mbrojt familjen, për me bo ata. Po ishte regjim që nuk na pruri shumë fruta. Pra, sikur ishte regjimi i Shqipërisë, ishte edhe regjimi që mbajti Kosovën me bashkim vllazërimin e Titos, që mbajti me gënjeshtra që përfundimisht i murën ato. Po mos harroni se patëm prej në themelimet e kombit shqiptar, i patëm njerëzit tanë të shqyur që ishin edhe do t'jenë të shqyur që kërkuan liritë e drejtat e shqiptarisë. Erdhë koha kur i modhi Ibrahim Rugova shkoj dere lypi pavarësinë e Kosovës, lypi bashkimin e kombit shqiptare, lypi me kombgulje, njohjen e popullit shqiptar në Kosovës. Pra, ashtu, si që ka lyp aje, si që kanë lyp rindasit, si që lypin poet tanë, si që lypin krijuesit tanë, si që lypin ideatorët e bashkimit kombëtar, do të lypim çdo shqiptar drejtën tonë për bashkimin tonë kombëtar. Nuk është i gjatë që s'na takon, është një gjatë që çdo shqiptar fjalën e vet ta gjuajnë aty ku duhet, ta hedhin për bashkimin kombëtar, të bëjmë të pamundurën që të jetë një shtet, një kombë, një vend i bashkuar si çdo shtet e kombë tjetër në botë. Nuk po kërkojmë asgjë vetëm ata që na takon. Pra, edhe një herë, çdo prind tregoj historitë e gjyshve dhe së gjyshve të tij, të i thonë brezit tonë që po edukojmë, të edukojmë me historinë e popullit shqiptar, të edukojmë me historitë që na bashkojnë, jo me historitë e rrembet të kojshive tonë që janë mundu për gjithmonë me na përçarë. Si serbi, si malazezi, si bullgari, si greki. Pra, mos të mësojmë fëmin që mas pari t'jetë feja, po mas pari t'jetë kombi.
t'jetë adheu, pa adhe, s'ki e fe, pa komp, s'ki e fe, pa adhe, s'ki kultur, pa komp, s'ki kultur, s'ki integritet, nuk je zhvillim, nuk je asisen. Mas pari du t'jetë kombja, dheu, vendi, atër vje feja e gjitha. Një dhe ka kulturë, nga kultura rrjedh feja, nga kultura rrjedh zhvillimi, nga kultura është integriteti i një kombi, nga kultura vjen gjithçka, nga ndërgjegja e pastër e çdo njeriu vjen gjithçka. Pra edhe një herë, mos ngatrojmë atë dheun me fetë, mos ngatrojmë atë dheun me partitë, mos ngatrojmë atë dheun me kojshit. Po të gjithë, kush është shqiptar, të shesin atë fjalë, sa i ka, të lypim, të çdo kush, të çdo fuqi e madhe, ta ngrejmë zonin, të lypim në çdo media, në çdo vend, ku do të flasim për bashkimin ton edhe për trojet tona shqiptare. Ju faleminderit e një ditë sa më të bukur, juron Kronika Tulipani. Jeni të mirëpritun për kritika, jeni të mirëpritun për shkrime, jeni të mirëpritun për çdo gjë që ju mundet Kronika Tulipanit për të ndihmuar, jeni të mirëpritun e të mirë se ardhur gjithmonë. Ju faleminderit të gjithë ata që na ndjekin Kronikën e Tulipanit, që na klikojnë. Respekt për çdo shqiptar që është shqiptar i denjë e ndërgjegjshëm. Respekt për gjithë popullin shqiptar, anë kanë në botë, edhe gjithë popullin shqiptar në trojet e veta. Së shpejti, një vend i bashkuar e një Shqipëri me një qeveri sa më të mirë e më kompetente për bashkimin e kombit shqiptar. Ju faleminderit.